Unë mendoj që njerëzit duhen frymëzuar. Faleminderit shumë. Më lini të ndaj me ju përshtypjen e parë nga kjo tryezë. Në fakt nuk jam mësuar ta shoh kështu Xhanin. Jam mësuar ta shoh në shtëpinë e bardhë duke sjell kupat e botës, kupat e klubeve. Dhe këtu vjen me një top, kështu që topa këtu për ne dhe kupa për shtëpinë e bardhë. Perandori I futbollit është këtu. Dhe është një prej shenjave mjaft domethënëse për të çfarë po ndodh në këtë vend. Kush do ta imagjinonte që në këtë vend vetëm 10 vjet më parë të ndodhte ky takim jashtëzakonshëm dhe që vetë Gianni Infantino do të ishte këtu jo vetëm si turist, por si një person që përfaqëson lëvizjen më të madhe njerëzore e që avokaton për 2034, në kupon në botës të 2034-s. Duke ju kthyer pyetjes suaj, më duhet të ndaj bindjen time të patundur që ka vende mrekullueshme që mund të jenë të varfra, por nuk ka një vend të shëmtuar që është I begat e I pasur. Kësaj ka një lidhje të drejtë për drejtë midis bukurisë dhe begatisë dhe ka një lidhje të drejtë për drejtë midis njerëzve dhe hapësirës në të cilën jetojnë. Unë besoj se nëse sot mbretëria Saudite është një model, kjo lidhet po kështu shumë me vizionin, pjesë të cilit është bukuria, është transformimi, që është fizik, është I prekshëm dhe të tregon që gjithçka është e mundur. Synimi për ta transformuar këtë shkretëtir në Firenze 2.0 dhe kam fjalën për Firencen e Medicit, është saktësisht vizioni. Ajo çfarë po përjetojmë sot në këndet tona, në këndin tonë të botës, që do të thotë perëndimi, është inercia, jo imagjinata, ndërkohë që ajo me të cilën ndeshemi në pjesën e gjirit dhe në shumë pjesë të tjera të botës, është imagjinata në vend të inercisë. Sigurisht, imagjinata ushqehet nga inovacioni, sigurisht imagjinata ushqehet nga nevoja për të shkuar më lart, për të bërë kapërcime mjaft të mëdha, por imagjinata po kështu lidhet me bukurinë. Pas kthimit nga aeroporti mbrëm, pas 6-7 vitesh, mund ta shihja e ndjen me një herë që ka një energji ndryshe në këtë vend. Ka një kuptim ndryshe të hapësirës e të bashkëjetesës vetëm duke parë skulpturat e gjelbra në të dyja anët e rrugëve. Ndonjëherë nuk është mënyra se si njerëzit, duke qenë se herë njerëzit më akuzonin kur isha kryetar bashkie dhe fillova të lyej me bojë ndërtesat e qytetit dhe më thoshin që kjo është një fasadë. Kjo është kot. Megjithatë, ju thash imagjinojeni një mëngjes njerëzit dalin nga shtëpia pa u kujdesur se si duket ai ose ajo. Imagjinoj çfarë makthi do të ishte në qoftë se njerëzit nuk do të kujdeseshin për mënyrën se si dukeshin, sepse është krejt gjë tjetër. Unë kam bindje të patundur për këtë dhe kam përshtypjen që për një kohë të gjatë në pjesën tonë të botës I kemi marrë gjërat shumë të mirëqëna, ato që kemi, dhe kemi konsumuar të gjitha ato çfarë trashëguam nga ata që menduan për të bukurën dhe tashmë jemi tek inercia e mërzitshme. Ja pse ose po themi një nga arsyet pse në anketën tuaj ka një ndjesi që jeta ime po ecën mirë, po vendi nuk po ecën mirë dhe kryesisht në ato vende që janë parë për një kohë të gjatë si vende ku gjërat kanë shkuar mirë,
po përballen me mërzinë e inercisë e me këtë dëshpërimin që asgjë nuk ndryshon, ndërkohë që gjërat që ndryshojnë për keq, ndërkohë që është histori krejt tjetër në këtë pjesë të botës. Çdo gjë ndryshon për mirë. Kështu unë besoj që ka ardhur koha që ne të jemi më për ullur e të mësojmë nga Gjani. Ai është europian, rrethohet nga forcat e vjetra, tradicionale, por është tërkohën me ato që janë të reja, forcat të reja, dhe tregon që ajo çfarë ndodh në Europë mund të ndodh në Katar, mund të ndodh në Arabinë Saudite, në Marok, dhe mund të ndodh edhe në vendin më të paditur për futbollin që është edhe Bashkurat e Amerikës. Po, e vërtet.